ka një domethënie për shkak sepse Kurbini ka pas njerëz shumë të mençur. Fakti është fakt. Paktën unë sot kam fatin që jam duke i afru shekullit edhe i kam jetu të 3 epokat. Edhe unë kam jetu në atë epokë kur gjyshi im ka qenë surgjinosë në vitin 1350 në Stamboll. Edhe unë që jam sot këtu, jam si përbetimi atij që më kalon në monet. Merru me etnohistorinë e këtij vendi se ky është vend me popull të artë. Ka ditë arta dhe shumë ditë, pra ja kanë kushtu vetë të i kanë formu. Pikrisht me 20, e kanë lanë që t'i gruposhin ngjarjet, po vetëm kanë ndodha shumë shqyrtitshme. Pra ne them që mendimi i kreshnikëve të Arbrit është hyjnor. Pse? Në vitin që do të vete tani atje, në qoftë se 20 prilli i vitit 1372 formoi kriptokrishterimin, ka një datë tjetër shumë çuditshme. Edhe kjo e kishës, po ka një datë tjetër, 20 prilli i vitit 1131. Kjo nuk e kanë bërë, pra prerja ka null, kjo është koincidencë, vetëm kjo mund të jetë koincidencë. Vrasja, ekspedita slavo-bulgare që kanë ardhur dhe kanë prerë. Kanë fliuar shumë vlashe. Po, shumë vlashe e 40 morgjit. Për koincidencë. Mirë, po. Kanë dashur të thyen pikërisht datat dhe ditët të ngjarjeve arbnore. Dhe për ta thyer këtë që 20 po, pikërisht. Datë 20. Bravo. Po, mund ta bëjmë datë 22, po do të 2 maj. Madhësia hyjnore ka bërë një punë tjetër. Në zhejt Kurbinit, pikërisht me datën 20 prill, që kanë ardhur fjalë pas fjale që kanë ardhur dhe kam gjetur aty unë në Vatikan. Kujt viti? E gjeta në Vatikan ku thot ditën e flijimit të 40 morgjve thot. Edhe vlashit Kurbinas ka shpërthy uji i bamirësisë vulkanike në zhej të Kurbinit. Interesante shumë. 20 smundje të stomakut e të likurës shërën. Edhe sot nuk ka qa kush kokën për atë punë me umar me vunë shërbim shkoj njerëzit këto në mënyrë të vetjakshme futen mrena. Që nga datë e çuditshme, se është dhe shpërthimi i pranverës e kështu. Po, pikërisht pra, është shpërthy. Tani, 20 prilli 1700, shko tash. Kjo tregon se nuk është rastësi. Nuk është rastësi. Sepse se janë shumë 20. Edhe kjo tjetra që vjen tani. Përkundazi bëjnë lisi. Bëjnë lisi, po. Tashi, janë 14. Dihet nga gjithë ne kemi fatkeqësi, se tani del ky i gjati i jonë, e thot tani, ta sobëzojmë, thot Kurbinin, shikoni sa pislik i madh është. Ta sobëzojmë Kurbinin, t'japim një pjesë Mirditës dhe një pjesë Burrelit. Po shnoh, ajo pjesa që mendoj ky me ja dhon atyne, ka 3 kala brenda. Po as turku nuk ja hoq dot. Ato 3 kala. E me ja dhon Mirditës s'ka si kala, Burreli s'ka si kala. Si do t'japi? Është historia. Nuk mundes t'japi, është këtë e pa mundur. Që ndodh tani? Ky tani, Papa Klementi është edhe 2 minuta kemi. Dakor, unë në pres 3-5 minuta ja. Po. Deri tani e 3-5 minuta. Dakor. 7 minuta, po. Po ja, dakor, unë jam i gatshëm me lan kur thot. Tashi, mos e konsumojmë me kështu. 1000 Papa Klementi formoi ditën e parë akademike të kombit tonë, me 20 prill. Jo, ma jo. Po, katedrën e parë të gjuhës shqipe në Rom e ka krijuar me 20 prill 1711. Edhe e kemi dokument, profesor? Më vjen keq, profesor, unë ti e dim, nuk mos themi një fjalë tjetër se nuk shkon. Unë i kam me dokumenta për çdo citim, për çdo nga këto, ka atje në fjalimin tim, i ka numrin, shko, shif atje poshtë, mbaj përgjegjësi penale unë për të punë. Nëse kanë mashtru kronistët asaj kohe, ta mbajnë për vete. Unë jo. Ashtu dhe. 20 prilli, ditë e ardhë kur ne deklarojmë sementarët e Latios me 20 prill krijuan sistemin e përzgjedhjes primareve. Pra, kjo ishte shumë e rëndësishme që predikojnë në sot. Edhe ishte edhe në programin e shtetit parë të Arbrit që në mënyrë absolute për drejtu shtetin duhet zgjedh mbi bazën e primareve dhe të beslashtës dorën në qiell. Thoshte ai, po dorëzonte firmën,
për këtë qiell thoshe, kam vendos për popullin, për adheun tim. Okej, atëherë më lejo të bëj një përmbledhje. Për interesante, urdhëro zoti Guri. Profesor, shumë shkurtër, një përmbledhje për teleshikuesit, ndoshta dhe ata që vinë tani rishtas për ta parë që shohin emisionin, po edhe ndoshta se kanë kuptuar ose duhet tekstuar fort e vërteta. Sepse mashtrimi e kemi thënë kaq herë, thuhet me mijëra herë, po ta themi pak me 10 dhe me 100 herë. Pak e vërteta si kundër pesh. Atëherë dashur teleshikues, jemi përballë disa fakteve që profesor Nikol Lesi i ka mbledhur në atë që quhet arkiva. I kemi dhe në qofse e nxjerr sot regjizor atë ftesën ku ke dhe arkivat poshtë. Dhe Arkive Vatikanit. Po. Arkive Urbinës. Do më pranosh. Do më poshtë që e kam saktë apo jo. Po. Arkivën e Vjenës. Po. Arkivën e Stambollit. Po. Këto 4 arkiva kryesore. Edhe të tjera, edhe të tjera. Arkivi i Stambollit, arkivi Austro-Hungarisë, arkivi i Gjermanisë, arkivi i Rusisë. Janë 11 arkiva. Aty te ftesat. Ta kem dhe unë këtu ftesën. Dhe në qoftë se lexoni të dashur teleshikues, aty janë 6 arkiva kryesore që kanë vendosur në festën që ne organizojmë në ftesën që unë kam organizuar, që unë tani, që ne si akademi kemi organizuar konferencën dhe janë vënë pikërisht Arkivi Vatikanit, Arkivi di Stato Milano, Directorium and Passagium Facienda Libri Parë, këto gjitha që ka bërë profesorit, kemi volumin 2 shënimi i një murgu anonim. Edhe kjo quhet arkiv më vetë, murg anonim, por që është në Vatikan, reacione kishtare i vitit 1641 për këto që flet profesor Nikola. Dhe po i rendis shpejt e shpejt. Kemi në vitin 10, më korrigjoha dhe më ndaloha sa duhet. Në vitin 10 kemi ardhjen e dominikanëve dhe benediktinëve pas Krishtit, të cilët erdhën nga Jeruzalemi deri në Iliri, ku flisnin me një gjuhë që kuptoheshin nga vendasit. Kjo është një dhënë tjetër. Që po e mblet ato të që ne kemi si akademi me ato të profesorë. Kishin nevojë për këtë. Kishin nevojë për këtë. Dhe thotë që e prapëm krishtërimit, thotë Pali pasaj më vonë, në vitet 55-58 që erdhi Pali, e prapëm krishtërimi nga Shën Pali dhe Shën Andreja, dy oposti kanë ardhur. Edhe Pietri, 35. Por le të themi që këta dy grupe të mëdha apostujt e nga pas i shkojnë Krishtit, apostuj, nga pas ti. Ashtë pas ti, apost. Dhe erdhën formuan nga jo që gjetën një përkraje shumë më të madhe se sa në vendet e tjera Jeruzalem apo në Selanik, në Athinë nuk u qasën, dhe gjetën një teren të përshtatshëm dhe ngritën kishin e parë, jam rregull profesor, të Latios, në vitin 40. Po ndikojnë një dhënë tjetër ato që është i kish, që ngriti Pali në vitin 70, jo se ngriti Pali në vitin 70, sepse Pali në atë kohë ishte denigruar nga romakët, po me frymën e Palit, që këta i thonë Pavël sot, që ka qenë Pal, u ngrit kisha e Durrësit në vitin 70. Ndërkohë kemi një kish shumë të madhe të viteve 300-400 në Kosovë që është zbuluar kohët e fundit. Pasandaj kemi në vitin 879, profesori sjell një fakt luftën e ikonostasave. E taksave të rënde, që sa po kishin ardhur këta paganë. Kjo i bëri që të falimentojnë ata. Po, falimentojnë. Dhe kemi luftën që nifet kjo në shekullin e 9-8, lufta e ikonostasave, një luftë e taksave të rënde, që e bënte një popull, si që ishte populli shqiptar, arbënor në atë kohë, pas Ilirë, se Ilirët me ardhen e slave fillimisht në vitin 325, o profesori, unë e kam gjetur një burim tjetër 350-70, në fillim erdhen pa lafe, s'ka laf. I pranuam, si që bëjnë sot, që pranojnë këta shtetas të uaj, edhe kër e pyeta një në burektore, tha, nuk ka lafe dhe. Mu këtua me njerët. Edhe slavët e parë pa lafe erdhen. Pastaj në 528-ën, treguan fytyrën e tyre të urryer ku Iran dhe zhdukën Ilirin. Dhe në shekullin e 7-8-9, 10-11, neve kemi një formim të një kombi arbënor, i cili ishte vazhduese, kemi fshatin qytetin Arban, ishin vazhdues të Arbanëve Albanopolis, traditave Albanopolis. Dhe në 1504 dije që kemi atë ndarje skizmën e madhe, ku shqiptarët thuhet në perandorin më vonë që u quajt Bizante e viteve 1800, po ishte perandori me dy popull kryesor,
Atelioti në 1134, i vetë një studim, edhe thot, Arbënojt dhe Latinojt, dhe pjesën tjetër Rumeliot, Rom, Lindore e të tjerë, kur nuk përmendesh as grek, as serb, as slav, as bulgar në këto vite. Po nuk ekzistonin. Nuk ekzistonin. Më ndihmoi profesor dhe më ndërprit. Nuk ekzistonin. Dhe në 1123 profesori sjell artefaktin me link, me faqe, me frazë, fraza 2, fraza 3, faqja filan, volumi filan, autori filan. Bile profesor, profesorin e nderuar që keni ftuar ju, të moje bisedën për studimin që ka bërë atje, edhe aje ka citu vitin 325 të ardhë me nallane slavët këtu. Pra, slavët kanë ardhë me nallane, nga që erdhë me nallane këtu, detyruar në përmjet këti kuçkovizmit me shpërbo Ilirinë. Do vite kuçkovizm dhe bile thuhet që në historinë e parë të Shqipërisë, në vitet 1950, kur e bën vetë shqiptarët, historinë 1955, thuhet që serbët erdhën si sot profesori. Në 1960, kur shkruajt për herë dyti, thanë të kundërtën, që erdhën dhe mësuan shqiptarët. Ndërkohë që erdhën si lypsarë, si varfajnjakë, si morën gjuhën e tjera. Edhe ne thuhet që nga ajo mirëpritje vendase bujare, si karakter, ju dham atyre, thuhet, ju dham një copë ngasër për tokë, një copë ngasër për shkollë, një copë ngasër për bankë. Por, bravo. 10.000 vjetë neve duhet që të mësonim 10.000 vjetë të menim fjalët nga slavë. Profesorin e Rua, po të shikojsh, veshjen e slavëve të viti 325 me veshjen e arbërorëve viti 325 të Luish nga menja, se çfarë mrekullie burrat dhe gratë. Ja një veshje për të përkryer. Ja një veshje arbënore. Fustanell, Xhamadan, Jelek, veshje arbënore. Po e mbledh se jemi për ju profesor, sepse jemi duke mbylluar, është për mbledhja. Në 1123 sjell faktin për shkollën e parë shqipe e 4 lëndë natyrore dhe një lëndë e besimit caktuar krishterë në atë kohë.